më përcjell. Pa tjetër që i përshëndesim me dhëna Xhenet, kështu duke i fillu me ty mazi veç që je e vetmja grua këtu në panelin tonë sot. Kush e donë ma shumë Kosovën? Ai që ikën për një jetë më të mirë, apo ai që qëndron dhe përballet me realitetin çdo ditë? Kjo është një temë shumë e gjerë në fakt, edhe shumë e vështirë për t'u ndarë që thojmë na e bardha nga e zeza, ose për t'u jap një përgjigje definitive. Mirë po, unë mendoj që të dyja palët e duan vendin e vet në mënyrat e tyre. Si fillim, mërgjimtarët më shumë se që e duan e kanë moll, edhe nga molli fillojnë edhe e idealizojnë vendin e tyre, edhe ato pak të meta që i ka vendi, fillojnë edhe i perfeksionojnë. Kjo vjen gjithçka nga molli dhe natyrisht nga dashuria, sepse po flas nga perspektiva ime personale që unë deri në një moshë gati 20 vjeç kam jetuar në Kosovë, e ka vite që tani jam në Mërgjem, kështu që i di pak a shumë të dy ndjenjat se si duhet vendi. Ndërsa ata të cilët janë aty, e duan vendin e tyre në mënyrën e vet. Çdo ditë përballen me realitetin e tyre, janë aty, edhe kjo është një mënyrë apo në tjetrën një dashuri që ata e kanë për vendin e tyre. Kanë qëndruar stoik, nuk e kanë shu vendin, edhe kjo tregon dashuri edhe pse ata nuk e shprehun sikurse ne mërgjimtarët e shprehim me shumë moll, e idealizojmë. Mirë, pasi filluam me Xhenetën që jeton në Mërgjem, po e filluam